më arbitin veteranët e futbollit Mill Shkëmbi. Zoti Shkëmbi është ndarë nga jeta një mik i juaj i fushës së sportit, por edhe i fushës së biznesit, duke pas parasysh dhe ju jeni një ndërtues dhe biznesmen i kahershëm. Keqardhje për humbjen nga jeta të Flamur Hoxhës. Gjatë keqardhje, humb me një shok, një bashkëmoshetar, një biznesmen model të qytetit Shkodrës. Ndjes pas Flamuri ishte modeli i biznesmenit, i komunikimit shumë të mirë, i aftësive profesionale, i guximit e iniciativës, i harmonisë në grup. Fakti që kanë punu një kohë ka shumë gjatë, disa orë të akbash, është merita kryesore, është e Flamurit se rujti unitetin me gjitha ato volume, me ato punë, me punë shumë cilësore. Bile unë shtoj këtu që firma Althej Bau, që është drejtu kryesisht për i Flamurit, ka bërë rrugën Shkodër-Lezhë që absolutisht rruga me asfaltin më të mirë, shka difton përkushtimin e kësaj firmë, përkushtimin e këtyne djemë e kryesisht Flamurit, sepse ky ka kanë promotori i asaj firmë. Vjen keq, na iku shumë para kohët, iku atër kur nuk duhet t'i këte, la në pillim familjen e vetë, fëmijët e vetë, shokët, miqt, por pse jo dhe pjesën e sportit, sepse Flamuri kontriboi shumë edhe te vllaznia. Por krahas këtyre vlerave që ju ceket zoti Shkëmbi në fushën e biznesit, ku ju keni qenë në një farë mënyrë edhe kolegë dhe keni kontribuar së bashku në këtë sektor, Flamur Hoxha ka lënë gjurmë edhe në fushën e sportit, fillimisht se tek futbolli, kur ka qenë antar i kryesisë së klubit Vllaznia për shumë kohë dhe më pas edhe si president i sportit të boksit. Po, gasi Shkodra nuk duhet me harru, sepse mas vdekjes me Miftarqelës, Vllaznia pati një moment vetmijet dhe Flamuri me grupin e tij i dolën zot Vllaznis, e rritën e qunë në ato nivelet që kërkote Vllaznia, sponsorizun shumë, e një nërta kryesori për të mastani i këtij grupit ka qenë Flamuri. Bashkë me Gjergj Qengjën, me Paulin Radovanin, me shumë tjerë që nuk po më kujtojnë për moment. Është treqja presidencës për Argron Qela, Marcel Fusha, Gjeftet Amuli, të cilët kanë qenë së bashku për disa vite. Po këta e majtën Vllaznin, mas Miftarit, këta e majtën Vllaznin në nivelet në alta, sakrifikuan në unitet njëri me tjetrin, në mënyrë proporcionale, nërsa Flamuri pak më shumë se sa këta tjerët, kontribuon shumë për Vllaznin. Dhe vjen momenti tjetër tek sporti i boksit, falë dhe miqësisë me mikun e tij Xhef Xhoni, si dhe Xhesh Livadhin, morën përsipër mbështetjen e boksit të Vllaznis. Indjeri Flamuri ishte shumë dashamirës, jo vetëm për futbollin, ishte dashamirës për gjithçka u bate në qytet. Fakti që mbështeti edhe boksin flet për bonsensin e tij edhe për këtë sport. Jo vetëm falë miqësisë, por edhe falë dëshirës me rrit e me shumë sa më në emrin e Vllaznisë. Një humbje e madhe për qytetin e Shkodrës, për familjen, për miqtë e tij. Natyrisht një varfëni për qytetin. Kur mendon që nuk do ta kena më Flamurin midis nesh, një disi zbrazët, por jeta e tillë ka. Ngushëllime familjes, të afërme, të sportistave, të biznesmenëve, shokëve të tij, shumë të ortakëve të tij. Menoj që ka moni mungesa ti. Faleminderit zoti Shkëmbi. Ngushëllime nga faleminderit për jush.